Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, për të diskutuar sot mbi se si po vepron diaspora shqiptaro-amerikane me origjinë nga Kosova për të qenë pjesëmarrëse në zgjedhjet e fundit të shpallura në Kosovë, pasi nuk u arrit të gjejë zgjidhej presidenti i vendit, kam ftuar gazetarin nga Chicago, Skënder Karaqica. Zoti Skënder, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, zoti Rafael. Është kënaqësi të flasim sërish me ju. Ju, duke qenë gazetar prej kohësh dhe në Kosovë, jeni vazhdimisht edhe këtu në diasporë i azhurnuar me zhvillimet më të fundit në Kosovë. Të gjithë ne shqiptaro-amerikanët nuk e dëshironim që të kishim edhe një palë zgjedhje si këto të fundit, po të besojmë që 7 qershorit jetë data e fundit e Kosova të konstitucionoj qeverisjen e vetë, si në shkallën e kryetarit të qeverisë, ashtu edhe në shkallën e presidentit të vendit. Siç po e shihni ju edhe me bashkëdhetarët tanë në Chicago me origjinë nga Kosova, si do votohet në Chicago nga diaspora? Që në fillim do të them se diaspora në Amerikë ka qenë kreatorja me një program, me një projekt shekullor për çështjen kombëtare dhe sidomos për lirinë e Kosovës. Chicago, sikurse qendra tjera shqiptare në Amerikë, ka qenë një bërthame fort kombëtare, e cila në këto vite ka qenë gjithnjë në krah të atdheut, kombit ton, çështja e Kosovës, çështja e ndryshimeve të sistemit në Shqipëri dhe pjesë të tjera etnike, si është Maqedonia, Mali Zi, Presheva dhe Çameria. Tashti me rastin e zgjedhjeve kemi një shqetësim, do thosha, ndonse mbrana një viti kemi 4 palë zgjedhje në Kosovë, që nuk ka qenë e nevojshme të bëhet një nismë e tillë, kur Kosova nuk e ka standardin dhe mundësitë dhe kushtet reale të zhvillimit sa si shtet i ri, me një shkallë të zhvillimit dhe të varfërisë, do thosha, që mbrana një vitit kemi 4 palë zgjedhje. Kjo ndonse për shkak të përçarjeve politike, mos unitetit, mos unifikimit dhe herë edhe të thyrjeve të kodeve kushtetuese, pasysh se Kosova ka një sistem parlamentar dhe në këtë frym duhet të ruhen dhe të mbahet fryma zgjedhje parlamentare, jo duke zhagitur çështjen dhe duke politizuar, do thosha, dhe çështjen e diasporës. Me këtë rast, do thosha se diaspora shqiptare e Kosovës në përbot, në Amerikë dhe në Evropë, është politizuar të mase. Diaspora nuk është pushtet i dytë. Diaspora kemi atë Kosovën, e kemi Shqipërinë atë, duhem që e të zhvillohet të testu tje. Por jo që në Evropë, sidomos në Evropë, Rafael do ta përmendja, ja vlen me përmend me këtë rast, se kemi dekt partive politike. Në asnjë shtet tjetër, Bashkisë Evropiane nuk kanë dekt formume të partive politike në vendet evropiane. Sikundër që nuk kemi edhe në Amerikë, fjala vjen Chicago, e ke pas diku më herët degën e Lidykys, por tash këtë gjitha forcat, të gjitha shoqatat janë integruar në komunitetin shqiptar të Chicagos, e cila ka një traditë edhe të gjatë edhe suksese dhe të punës për lirinë e Kosovës. Ne tash e kanë bërë një teknologjia ka bërë vetën, njerëzit do të votojnë në mënyrë individuale, secila familje që jeton në Chicago dhe në Amerikë, është e drejtë kushtetuese, është kategori kushtetuese, vota e lirë e qytetarëve respektivisht e diasporës, por edhe qytetarëve atje. Unë me këtë rast do të veja në spikam 2 çështje. Betejë politike për krijimin e institucioneve të shtetit të Kosovës duhet të bëhet në Prishtinë e jo në vendet evropiane dhe në Amerikë. Unë kështu ka mendimin tim. Në këtë rast, në këtë rrafsh, unë mendoj se është politizuar, të thosha, përsëri, po përsëri. Nuk ka nevojë që diaspora të politizohet. Ndonse atë janë të përqartë, politizuar, jo unifikuar me partitë politike, dhe ato pastaj po bartën edhe te diaspora shqiptare. Kosova nuk e ka luksin e nivelit që të marrë zgjedhje çdo 3 muaj. Ndonse për shkak edhe banka botërore, edhe banka evropiane, para 2 javë, Rafael, Kosovën e ka shpallin dhe vënë më të varfër të Evropës, mas Moldavisë. Me një standard të ulët. Sot Kosova po bartët, po ka mbi supet e veta qytetarët e saj, qytetarët tanë,
vazë remotra që kemi atje. Ndonë se ata do të ishin në kushte më të mira të jetës dhe standardit të mirëqenies. Kushtet e shtetimit të shportit të jetës dhe standardit janë më shtrenjtë është bërë jeta në Prishtinë se sa në Vjenë, ose në Francë, ose në Londër, ose në Chicago. Kjo tregon faktin se çështjet ekonomike kanë stagnuar dhe kemi një stagnim, një rrudhje, mos qarkullim paras, kemi edhe dërgimin e paras jashtë shtetit Kosovës, pasi se kemi më shumë importe se eksporte të madrave, sidomos në vendit Fqinjë dhe në Serbinë. Vetëm për bartjen e importet madha nga Serbia, në këtë vit kemi afër 500 milion euro. Ndërsa Kosova mezi ka pas eksporte të madhave $2 milion. 500 milion me $2 milion, çfarë diferencë e madhe. Inflacioni po troket për ditë në Tryezën dhe në arkën e shtetit Kosovës. Ka rri shkalla e inflacionit afër 7%. Kjo tregon që karrika e kryeministit Kurti duhet të dridhet dhe duhet mos bëj gjumë. Sot e kemi kryeministin në Zvicër, në Gjenevë. Vend që tjetë në Prishtinë, tjetë pranë studentëve, pranë akademisë, pranë institucioneve shkencore, politike, fshatra dhe qytetarëve, ata në shku dhe bisedojnë me diasporën, asgjë të keqe s'ka. Pjesë e jonja, pjesa më e lavdishme e kombëtare është diaspora që kemi na përbot, edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, përgjithësi për çështjen kombëtare e Shqipërisë etnike. Por diasporën tu ta lëmë andej. Me pëlqej Rafael një thënie që e lexova pas se bisedoj me ju, sidomos në shtetin hebrej. Të gjithë e tërë diaspora hebreike, që është na përbotën në Amerikë, nëse dëshiron me marrë pjesë në votime, sipas kushtetutës së shtetit të Izraelit, ata duhet të participojnë, të akordojnë 5% të ardhave të tyre me dërguar në shtetin e Izraelit. Pastaj me marrë pjesë në zgjedhje. E ka pasur këtë tradit me 3%. Nuk është se s'ka tradit në këtë mes. Pajtohem plotësisht, së mos gjatë lutës, kemi pas një traditë e mirë, së mos diaspora shqiptare në Amerikë, përveç këtu edhe Chicago, sigurisht edhe New Yorkun edhe Detroitin e kështu me radhë. Në Chicago, Rafael, për hir të shikuesve tanë të nderuar, me rastin e lutës në Drenis, gratë shqiptare amerikane në Chicago, edhe në një mbledhje në Chicago, të gjitha gratë shqiptare, gjitha treva shqiptare, i hoqen stolit për ari, i unazat e fejesës, të martesës, zinxhir të arit në qafë, i vënë të tovolinë që të bëhen depozit dallar, që të shkojnë në Kosovë për të blerë armatim ushtrisë shqiptare të Kosovës. Brenda 10 orëve në Chicago janë bën $3 milion. Kjo nuk harrohet që theti, plotësisht pajtohem se ne e bëm një traditë të mirë të financimit shtetit tonë, të luftës tonë për liri, siç ishte 3% që kështu me radhë. Prandaj diaspora, kësaj radhe unë bëj një thirrje kështu do ta bëja, në frymën e kushtetutës Kosovës. Të gjitha normat kushtetutëse të Kosovës, shtetit tonë, rregullat, konform theorit lartë juridik, të votojnë ashtu siç e kërkon rregullat kushtetutëse tona, pa politizime, pa grupime, pa në frymën e atyre bajraqeve politike të partive të përçame në Kosovë. Edhe fundja, kjo na solli në këtë gjendje. Ndonse me përfatkesh do ta them se do të jemi një shoqëri demokratike të hapur dhe të lirë, pa paragjykime. Në salën e parlamentit të Kosovës, deputetët e partive tona politike janë mekanizmat njëjtë, Rafael, si pozita, si opozita, me kushtetutë janë mekanizmat njëjtë për përgjegjës për shëndërtimin e Kosovës. E jo tash me hinë në sallën parlamentare dhe asnjë inimiteti mos me fol. Edhe me gjetë diskusin e fyrjeve, të sharjeve, edhe të një diskusi që ndoshta edhe ata që kemi në Hag janë sjellë në mënyrë më absurde që nuk i takon një shoqërie dhe kombit tonë. Zoti Skënder, tani ju më thatë që do të votohet me sistem elektronik, unë nuk e di që votohet me sistem elektronik në Chicago, apo votohet në kuti postare, si do votohet faktikisht? Ta kanë bërë një praktikë në Kosovë që flet votimet që janë ndërzu konsulatave dhe ambasadave, që kemi në New York dhe në Chicago, edhe në Ohio, sigurisht ato do të shpërndahen edhe në Chicago, edhe në qendra tjera, sigurisht,
për qytetarët e Kosovës, dhe ata përmes postës elektronike do të votojnë, do t'i dorëzojnë në ambasadë ose në konsulat, dhe pastaj përmes postës, mirë të rregullt, mirë me përgjegjësi ligjore, siç që do rendi, ato do të mbrijnë në Komisionin Qendror Zgjedhor të Republikës së Kosovës në Prishtinë. E kuptova, më do dërgoni një kuti postare të caktuar, prandaj çohet konsullatës, prandaj shkon në Kosovë. Pak a shumë. Prandaj bartën në Kosovë, me rrugë të drejtë, rrugë normale që dërgojnë të postës së shpejtë. Po, postës së shpejtë zyrtare, natyrisht në vije shumë zyrtare, edhe këty besoj se do t'jetë çdo gjë në rregull. Si ndihet mobilizimi i diasporës, i miqve, shokëve tuaj, bashkëdhetarëve tanë, me origjinë nga Kosova në Chicago në këto momente? Çfarë thonë njerëzit, për këtë do votojnë, apo është vetjake, s'para diskutohet, po nuk besoj se mes shqiptarësh pa politik vështirë të kalojnë edhe një kafe. Po, të thëmë të drejtën, ne këtu në Amerikë e kemi bërë një përvojë duke parë Amerikanë si votojnë. Që është një përvojë jashtëzakonisht e mirë, një demokraci e vërtet, një frymë e lirë e qytetarëve. Mu më ka rastis për këto 30 vjetë Rafael Jomar, me këtë çështje më kanë interesuar, dhe këtë përvojë këtë program pasur të frymës demokratike, të lirë qytetarëve amerikanë jo mundu me bartë në shkrimet e mia, po dhe qytetarëve ku më shku për vizitë në Tiranë, në Prishtinë, kështu me radhë, në shkopet e tove gjithandej. Ne kemi bërë një përvojë. Të shqiptarët në Amerikë, unë i kom thënë shpesh, në bisedat me shokë, me miq, që kishim takime, edhe në një vikend që e bën bashkërisht qytetarët e Kosovës, në një vend afër Chicagos. Kemi biseduar gjëra gjatë. Vota është e lirë, nuk ka nevojë për politizim. Amerikanët vinin, votonin në Rafael Karasisë dhe ty si gazetar. E hynin votimin ligjor në Amerikë, e merrte makinë shkon në punë. Unë kom punu në gjimnazin LT High School në Chicago, votonim me profesor, me kolegët e tjera, kush mund nuk bënd të asni fjalë. E krynë të emisionin, e krynë të detyrimin ligjor, kushtetues, edhe pastaj zgjidhen organet e shtetit Illinoisit ose Kongresi, Senati, vazhdon të fryma e shtetit lirë demokratik të Amerikës, edhe pa ndonjë paragjykim, pa ndonjë fushat, pa mohabete, kafenesh e tjera. Të shqiptarët, besoj unë kështu, sa kom vrejt në Chicago, njerëz janë të kursyer, por e kanë një breng edhe një kërkesë. Sa më parë mu zgjidh çështja e përçarjes politike në Kosovë, krijimi i institucioneve të mirëfillta institucionale të Republikës tonë, Kosova nuk e ka thash edhe luksin që na të vanohemi në krijimin e institucioneve, pastaj se Bashkimi Evropian nuk ka kohë me na prit neve derisa shqiptarët merren vesh, dhe të kalojmë huqet tona njëri me tjetrin, nuk kemi nevojë kufar armiqësie. Në demokraci sovrani vendos për krijimin e institucioneve. Unë do të kërkoja, edhe nga diaspora në Amerikë, po edhe ku do në botë që janë, të jemi me një frymë disiplinë kombëtare, të mendojmë mbi të gjitha shtet ndërtimi i Kosovës, jo individet për pushtet, por për shtetin e Kosovës. Kjo ishte fryma jonë që gjatë historisë 2 shekullore dikur jemi vanuar në histori me fanjet e tjerve, ndërsa sot, nëse vanohemi përsëri në histori dhe ndamen ndërkombëtar punës së vlerave tona me popujt e tjerë liridashës të Evropës dhe të Amerikës, atëherë faji është i yni. Ju thatë faji është i yni. Unë tashi po trajtoj dhe konceptin e fajt për partitë politike në Kosovë. Sipas opinionit tuaj, vetjak, kush e ka më tepër fajin për këtë situatë? Qeveria, partitë që janë qeveria, apo partitë e opozitës? Për këtë situatë që u kalua edhe vazhdon edhe kaq kohë? Ndonë se e kemi sistemin parlamentar të Kosovës, me kushtetut. Nuk kemi nevojë na me humb kohë. Vendosja në zgjedhje paraprake fitoi 51.1%. Domethënë nuk është parti fituese, po është partia e parë. Partia e dytë, Partia Demokratike, LDK-ja, Aleanca, kështu me radhë. Tash në zgjedhje kemi afër 20 subjekte politike. Do të kemi për informimin tuaj, zoti Rafael. 21 subjekte politike i kemi në këtë zgjedhje të 7 qershorit. Prandaj unë kujtoj, edhe ka dalur sheshazi kjo çështje, përgjegjësinë e mban partia më e madhe që ka fituar zgjedhjet. Tash me 51%
të vetëvendosjes nuk u dash me shku në zgjedhje tash, radhazi pa kufa nevoje. Këto kanë qenë pa nevojshme. Ndonse janë edhe shpenzimet mëra për buxhetin tonë të varfrit Kosovës. Për këto 4 zgjedhje, Rafael, gati kemi shpenzuar për $40 milion, për shembull. 40 milion euro. Për Kosovën nuk janë pak. Jo, më shkonin për shëndetësinë, për pensionet, për gjëra të tjera domosdoshme. Për pensionet e kështu me radhë. Albini, me gjithë respektin, është kryeministri i vendit tim, por në demokraci është e drejtë e unë që të kombinojmë edhe vërejtje, sugjerimet tona, kritikat tona, pse jo, pushteti nuk është tapi, pas kënd, nuk është tapi prej babës, pas kur se ka tapi, politike, zgjedhjet institucionale, për institucione shtetin kalimtare të përkohshme, nuk janë të përjetshme. Vetëvendosja është që ta kaloj fjalorin e urrëties të përçarjeve. Albini dash vetëm 3 fjalitë, thotë. Me ftu Partinë Demokratike, Lidhjen Demokratike dhe Aleancën, me pi kafe bashkërisht, edhe më vesh ndamjen e pushtetit bashkërisht për institucionet tona, edhe në qeveri, edhe për presidencën e Republikës tonë kështu me radhë. Por aja di çka ndodhin në distancë bisedonin. Të gjitha partinë Kosovë bisedonin në distancë. Jo duke pirë kafe, ose sikur ndërron e ti që jemi duke biseduar drejt për drejti, ashtu siç da ka hije fjala publike, kotet e gazetarisë e tjera, por në distancë. Hajde ju mi bini disa propozime, na i shqyrtojmë partinë tonë të vetëvendosjes, edhe vendosëm kemë për zgjedhjen president Republikës. Ndërsa me kushtetues dhe me sistemi parlamentar, kryetarin e shtetit Kosovës se zgjedhin 2/3 e deputetëve të Republikës. Praktikisht do të jenë në sallë 82 deputet, spakti, për ta zgjedhur president. Kjo nuk bëhej. Pastaj se u fillun aty polarizimet, përçamjet, denigrimet, fyrjet, ndërsjella, e tjera, sa që thash, në sallën e parlamentit, deputet tamë, për fat keq, nuk përshëndeteshin njëri me tjetrin, të paktën më thonë mirëdita. Armiqësi e tillë anadollake do ta çoja, kjo nuk i takon Kosovës, nuk ka. Kjo na damton në gjithë aspektet, edhe në aspektin ndërkombëtar, pastaj se në Kosovë kemi me 10 ambasada të huaja të miqve tanë të vendeve që e kanë njohur Kosovën, edhe ata për ditë na kanë përcjell frymen, fokusin e këtë frymës partive politike të përçara. Prandaj kjo ndikon edhe në relacionin ndërkombëtar të Kosovës, ndonse për këtë çështje kemi pas edhe sanksione ndaj bashkimit të akuduara nga Bashkimi Evropian. Alo di pjesë të tyre nuk ju neç, jemi në sanksione për shkak të përçarjeve të mase gati në shkallë armiqësore. Kjo nuk i ka i Kosovës, një shtet i ri, me afër 2 milion banor, sot me jetu bjerqenja Kosovës, me jetu si shtobi në kohë mizgjeniane, duke numëruar kafshatet e gojës në tavlinën e familjes. Kjo nuk më pëlqen. Po e them si gjuhëtar, si studiues i letërsisë, kafshatat e mizgjeniane duke numëruar do të kemi mas nesri, apo do të mundemi ta përthekojmë muj me muj. Çfarë të bëjmë me 150 euro pension? Çka të bën arsimtari ynë i nderuar me ditar në dorë 500 euro në muj? Kur kosto e jetës, inflacioni ka mri gati 7.5%, e tjera. Shpota e jetës është bën aq e rënë, aq e shtrenjtë, ma shtrenjtë e kemi jetën sot në Prishtinë se sa në vjet. Zoti Skënder, unë po kujtoj nga një biseda jonë para prake, ju ishit mendimit që mund të bëhe një zgjedhje presidenti nëpërmjet një zgjedhje direkte për presidentin. A jeni sërish të këtij mendimi? E kjo do të ishte më mirë, Rafaelis me desu pak, do të ishte mirë me ndru një amandament kushtetutës, që presidenti mos zgjidhet nga 2/3 në parlament, por presidenti ta bëjë zgjedhje drejt 50 vota e popullit, sovranit. Të bën si formë që kjo nuk do të kishte më pengesa, do të kishin fjala vjen 3 kandidatë mirë për president, 3 kandidatë mirë, ata do të zhvillonin fushat në për gjitha qendet e Kosovës, dhe në fund, ai që do të merr më shumë të vota në parlament me një dutrokitje, me një rregulluar statut të ligjit kushtetues aktuale, edhe të rregullohet kuvendit, zgjidhet presidenti pas një problem. Pra, dekaloj nga vota 2/3 e parlamentit, me kalu në votën e popullit, sovranit.
Këtë të ishte zgjidhja më mirë si mas mendimit tim, edhe s'do të kishim më kurrë problemi për zgjedhjet dashme që vijnë. Jo, është hedhur edhe ky si opinion, po siç duket partitë politike duan të vazhdojnë lojën e tyre cicmis, po them unë, jo sha, se po të ketë lojë sha, kemi politikë mirëfill. Cicmit, hidh tu, hidh atje, ma jep tis ta jap unë këtë pozicion. Si mendoni ju, do të arritë, kjo është pyetje $1 milion, se si thonë Amerikanët. A do të kemi qeveri qëndrueshme dhe president të arshëm të Kosovës pas 7 qershorit? Nëse përsëri mbetet pikë referuese që presidentin me zgjedh 2/3 e parlamentit, unë mendoj me këtë frymë që po shkriju tash të këtyre ndasive, këtyre vijave përqarëse mes partive politike, do ta kemi një ngërsh tjetër sidomos të zgjedhja e presidentit. Pasysh se në institucionin më të lartë, aktin më të lartë juridik, kushtetues të Kosovës, parlamenti është institucioni më i lartë të Kosovës, si ndër vendet tjera, aty do të paraqiten polarizime përsëri, pasysh se përçarjet mes vendosjes, pyetjes dhe lidhjes demokratike tash i ndon se Vjosa Osmani ka kaluar në lidhjen demokratike, ndërsa këtu në Partinë Demokratike kemi pas një ekses në Skenderaj, mes kryetarit komunës dhe ish zames ministrit të financave, është rrit tensionet e përçarjeve, dhe tash ç'është e drejta, unë bëj një propozim që një grup shokësh, veprimtarë të mirë që kemi në Chicago, në Amerikë dhe në Detroit, siç është Ekrem Bardha, siç është Bajraktari, televizioni juaj, me boni nismë shumë vllazore, shumë të qetë, qysh na ka hije për këto 2 shekuj që kemi qenë krah të dheut, përmes një peticioni, përmes një letre, një vizite në Prishtinë, me kërkuar nga partitë politike të Kosovës unifikimi, bashkimi programeve, mekanizmave për shëndetimin e Kosovës, pasysh se Kosova nëse vazhdon po me këtë ngërsh, po me këtë virus, ta quaj kështu, toksik deri në fund të përçarjeve, Kosova do të psojë edhe më keq. Kështu ndodh kur interesat e partive politike janë interesa më shumë politike se patriotike. Për ta mbyllur edhe bisedën tonë, zoti Skënder, ne turojmë që të kemi zgjedhje sa më demokratike, sepse ne po shohim tendenca për ta tërhequr diasporën me një farë mënyre, me një farë premtimi, sepse ajo diasporë që është në Zvicër nuk i vuan pasojat ekonomike si vëllezërit e tyre në Kosovë. Dhe ndoshta mendojnë se nga ana tjetër dhe diaspora është më patriotike, por loja politike me diasporën them që duhet t'i vijë fundi në këtë mes. Për vetë faktin që kërkesa e një ndërmirësimi të një plejësie të urtë patriotike, siç e përmendët ju, për një apel për zgjedhje të lira, të pastra, demokratike deri në fund, vështirë si të bjerë ky apel në veshin e politikanëve, unë këtë s'arrit ta kuptoj për momentin. Apetitet politike në një vend që ka dalë nga lufta, nga pushtimet, nga ripushtimi shekullor i Kosovës, nga pushtimi serbo-jugoslave e tjera, siç dihet historikisht, ka bërë që ende nuk kemi liru, ende nuk jemi mësuar, Rafael, të mësohemi me lirin, mësohemi si duhet me demokracinë dhe me shtetin ligjor. Profesor Anton Qeta, me cilin në të botë të mësimit e pas të letë dhe në Kosovës, një profesor i nderuar, thoshte, Kosova nuk ka njerëz për të humbur. Nuk kemi njerëz për të me qitë poshtë. Ndërkaq mi tha Frashja tha bukur, kjo vlen se mos për partitë Kosovë dhe në Shqipëri. Partia ime është Shqipëria. Partia ime është Kosova. Me këtë moto do të mësohen edhe partitë politike që kanë përgjegjësi para shëndërtimit të Kosovës, para lirisë Kosovës, që u pagu shumë shtrejt, halo aty plagë qytetarëve të kosovarëve të mirë dhe tuaj, ende nuk e shëru sa dot, ne ngritimin e kam bami 5, ndërsa hasmi troket edhe me buzë në gaz në Beograd dhe në vende tjera antishqiptare, këtë skenë e shikojnë me buzë në gaz. Nuk e nevojna që të bëjmë objekt i hasmeve tanë,
por të krijojmë miqësi të reja me miqtan, me Amerikën, sidomos se kemi mik të përjetshëm që dim sjellni me ta. Kur vjen Amerikani në Kosovë, administrata shteti amerikan e din që ka me trokit, a doni mosafir në vendin më pro-amerikan si që janë shqiptarët në Ballkan. Prandaj ta ndrojmë qëndrimin, tonifikohemi, bëjmë programe për afrimi, po, unë jam për luftë mendimesh, unë jam për programe të mira dhe më të mira, unë jam për përgjegjësi. Shtetin e kemi parasysh, mbi të gjitha është ndërtimi i Kosovës. S'kem tjetër parti. Partia të gjitha partive politike shqiptare është atë dhevi ynë, është Shqipëria, është Kosova. S'ka alternativë tjetër, Rafael. Qofshim me fat e të suksesshme. Ju faleminderit për këtë bisedë mjaft interesante, pasionante, sepse vetë shqetësimi për Kosovën, sidomos nga diaspora, është gjithmonë edhe pasionant. Diasporat përgjithësi kudo në botë janë më aktive në patriotizmin e tyre ndaj dheut, si për Shqipërinë, si për Kosovën. Ne të urojmë që të kemi një bisedë tjetër me ty pas zgjedhjeve dhe të analizojmë për së mbari një rezultat sa më pozitiv, demokratik në këto zgjedhje, të fitoj më i miri, ai që mbështetet nga populli i Kosovës, ai që ta çojë Kosovën sa më afër bashkimit evropiane dhe bashkimit kombëtar. Zoti Skënder, ju faleminderit. Me ndërqofshi, të falja redaksisë. Falja dhe ju. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, po ndahemi këtu në emisionin ton Argument me aktivistin, gazetarin Skënder Karaqica nga Chicago, me cilin analizuam situatën politike në Kosovë në prag të zgjedhjeve të reja. Miru takofshim.